Pra mendoni që në një farë forme dhe policia veproi jo mirë, po dhe protestuesit mendoni që nuk vepruan siç duhet me tentativat, le të themi, për çfarë rrethimet metalike, përveç atyre se çfarë kanë përdorur pra vezët për të shënjestruar deputetët qoftë martën apo dhe sot. Tani duhet shfaqet një herë, ndaj quhet protest. Nuk është diskusion, nuk është festa e ditës së verës ku njerëzit dalin shëtitje me fëmijët me kurora me tire në dorë, është një protest. Padyshim që qytetarët janë të drejtën e tyre të ndjehen të revoltuar, kanë një muaj që dalin çdo ditë në rrugë, kanë një apo disa kërkesa ndaj qeverisë, nuk ka asnjë reflektim, edhe pse nuk bëhet fjalë për të përmbushur kërkesa ekonomike, po bëhet fjalë për një kërkesë madhore, siç është dorëheqja e qeverisë. Në kushtet kur qytetarët janë kundër majorancës politike, janë kundër edhe opozitës apo edhe aktorëve të tjerë politik, janë atë drejtën e tyre edhe të revoltohen, edhe të bëhen agresiv. Ndërkohë që policia padyshim që është në të drejtën e tyre për të ushtruar detyrën në mbrojtje të institucionit, por këtu pastaj është ajo pika delikate ku nuk duhet të kaluar. Më së shumti këtu kritikat shkojnë për policinë, e cila ndryshe nga një qytetar i cili nuk është trajnuar për të ruajtur një balancë në një konfrontim të dhunshëm apo fizik me policinë. Policia është e trajnuar për të përdorur mjete të tjera para se të shkohet tek detet ekstreme, për të përdorur mburojat që cilat janë pajisur për të rezistuar presionit psikologjik në cilin mund të përballet me kështu me radhë. Ka ligje, ka protokollet për të cilat policia është e detyruar të respektojë, ndërkohë që qytetari nuk është detyrimisht i detyruar të jetë i njohur me këto ligje dhe me këto protokolle. Por vazhdoj të theksoj që mira do ishte që të skena sot ishin evituar dhe të mos kishte nevojë për të mbërritur pranë parlamentit kaq shumë autoambulancë. E kuptoj. Mirë, të shohim se çfarë do ndodhë.